Gjua në skenën tonë politike mbetet e njëjtë, e ndërsa deklaratat e fundit e Diona Mjalit ndaj kryetarit të Prishtinës përparim Rama ka rikthyer debatet pikërisht për këtë gjuhën në politikën kosovare. Apo bën gjithnjë më të zakonshme sulmet personale dhe retorika përçarëse nga vetë politikanët, ndërkohë flasim edhe për rezultatet e votave të numëruara nga 7 qershori dhe si po ndryshon bilanci politik në vend gjatë numërimit. Këtë çështje diskutojmë me një super panel ku të ftuar në studio kemi zonjën Anita Shabani, kënaqësi me ne Shabani. Zonja Afërdita Malisi është sot me ne, kënaqësi me ne zonja Malisi. Edhe zotëria Zdren Shala është me ne zotëri Shala, kënaqësi takohemi në studion e Kosova Today. Faleminderit shumë. Dhe do ta bëja shëndet jona, do ta bëja pikërisht ty pyetjen e parë. Duket sikur në vend se ti vendosin ujë zjarrit, po i fryn zjarrit me këtë gjuhë. Sikur tani ta shqetësoni zjarrin, tani më jena me një moment kur ka mundësi me pas edhe koalicione, gjuha po përshkallëzohet, po ndodhe kundërta asaj që pritej. Jo. Është një subjekt me një individ. Partia e këtij individit, që o kryetari i Prishtinës, s'po bën zonë. S'po reagojnë. Po për tek kësaj, vendosja prej Jo, ka reaguar, po thuaj se cili antari LDK-s, mund thuash ka reaguar kryetari, i cili mbase do të bëj një reagim sot teksa po flasim. Kandidata për presidente, Fahiri, jo. Nese. Po do me thonë që kjo është përfaq përçarjen brenda LDK-s? Është përfaq, kjo është fakt. Po për tek kësaj, në vendosje, prej se ekziston si parti politike, ofendimi, stigma, linqimin ndaj atyre që s'janë si ta, është aset. Ata e kanë aset me cilin kanë arrit rezultat politik. Ne jemi sot me një situatë ku Albin Kurti për një sa i vjen 2005-2026 sot, për 21 vjet. Falë, zotëri Shala kërkoj ndjes, unë po e shoh tash një deklarim apo më mirë themi një status të përparim Ramës para 13 orëve, i cili ju pas ka drejtu zonjës Mjali, që përthu nuk për reagon. Nga LDK. Unë e thash kryetari LDK-s. Okej, kërkoj ndjes, kishë përthu kryetari Prishtinës, kërkoj falje, unë isha gabim, zotër Shala në rregull. Okej, s'ka problem. Por 21 vjet ta, ofendimin e kanë aset, linqimin e stigmën. Edhe sot kemi ardhur në një pikë ku kret ai sekti i vendosjes, të përfshin prej udhëheqësisë lart, deri te militanti majithësh në zonën më të pajell. Këta e kanë një qasje që e kanë grupët sektare. Pse po ndodh kjo qasje? A është e mundun që zonja Mjali po don me shpërfaqin dasi që ka brenda LDK-s tu e sulmu përparim Ramën? Unë e mendoj që më shumë se kaq. Zonja Mihajli është një nga ata sektar, një nga ata murgjit, me thonë kushtimisht fetar, e cila kur i preket profeti reagon. Sot Albin Kurti me të ndosë trajtohet sikur këto figurat fetare të religioni. Një krishlerit, mja fyë krishni, sa i ka besim, nuk ka racionalitet në raport me to, ajo ofendon, linqon, stigmatizon, shkon edhe deri në vrasje, ne kemi pakë terroriste. S'po thonë që e bëjnë këta, njët të muslimon, pra. Ky dimensioni religios që e ka dhënë partizëve të Kurti, ati siguron gjithmonë, pambarimisht, një avangard e cila sa e takohet Kurti këtë rast, karakteri i tij, qeverisja e tij, avangarda funksionohet. Nuk funksionon. Nuk ka më nevojë me dhënë urdhën Kurti. Mjafton ai më atakue. Mjafton puna e tij. Por si u prit në fakt në këtë reagim që ka bër Rama mbrëm, pra pas akuzave të Mihajlit, si është pritur në Facebook? Azam unë kam të hapur këtë faqen e përparim Ramës. Po. Hatin e mirë. Nëse do politika jonë opozitare me pas një model qysh ballafaqohet Albin Kurti, ky pushtet sektar, autoritar, me këtë ato dimensionet më të frikshme që mund të pas një parti politike, modeli që ky është përparim Rama. Por çështja është interesante zonja Shabani, sepse tash çka i duhet zonjës Mihali u marr me përparim Ramën, kur jena me një moment kur ka më u bë një koalicion për qeverinë e ardhshme, kandidat për koalicion janë edhe LDK-ja, ndërkohë të njëjtën pjesë nuk po e shohim ndonjë reagim në mbrojtjen e këtij. A do të thotë kjo që kreu i LDK-s në këtë rast, kryesuesit e listës, Lumer Abdixhiku dhe Vjosa Osmani, janë për një koalicion, për brenda LDK-s ka një lloj sabotimit të atij koalicionit, të cilin po e bën zotëri Rama me këtu përplasje me zonjën Mihalin në këtë moment. Në një pikë takove anëtrimin që opozitbërja të cilën kryetari Rama e bën, do duhet ishte lloji opozitës që do duhet me bë komplet opozita. Sepse ka qenë i parë që ka thonë Albin qiti paret, decidivisht në këtë formë shprehje. Po, ideja është që vetëvendosja është e pa, pikërisht për shkak të kësaj opozitbërje, është e pa zotin Rama, është e pa si kundërshtar të fortë politik,
Vetëvendosja Ramën. Absolutisht, po. Dhe sulmet, nëse e shohim që shfillun sulmet dje, ishte fillimisht deklarata e kryetarit Rama në lidhje me mos mirëmbajtjen e rrugëve, e cila më pas shkaktoi aksidentin dhe e mori jetën e një gruaje. Dhe jo për herë të parë, Anita. Dhe jo për herë të parë, dhe kjo është diçka shumë normale, sepse një opozit të kritikoj mënyrën se si qeverisë pushteti dhe si pasoj e kësaj qeverisje të keqe mundin me hub jetën qytetar, Ndërkohë që fondet për mirëmbajtjen e asaj rruge, diku 4.5 milion ato veç po jepshin prej taksa paguese. Pra kompania që duhet ta mirëmbante dhe nuk po realizohet. Nëse e shohim më pas postimin e zonjës Mihajli, është komplet në disproporcion me atë që zoti Rama ka kritiku. Pra nga një kritik për qeverisje, kthehet në një kritik personal o sulm personal. Në fakt, sulm personal për cilën kjo qeveri nuk ka as dëshmi. Nëse e shohim edhe njëherë postimin e zonjës Dejona Mihajli, aty mundohet, në njërin prej rreshtave, mundohet që në një farforme të përmend edhe kontratat një burimore të zotit Rama dhe komunës Prishtinës, në qëfar forme po i merë ofertat me kontrat një burimore apo si, tash, kër e shet që ky pushtet është të i ataku kontratat një burimore, dhe për vete sa të tilla ka dhënë, po përmi 2500 kontrata një burimore, kur dihet që lloji i këtyre kontratave është mundësi shumë e lartë për korrupsion, dhe bëhen në rastet kur ka emergjenca dhe si dihet vendi nuk ka pas emergjenca, do të thotë që sulme i cili i bëhet zotit Rama është kryekpot sepse e shohin si kundërshtar politik të fortë. Dhe çështja se si pi adresohet zonja Mihajli, diqysh sikur nuk po i llogarit jetët e njerëzve të cilat janë humb si pasojë e heqjes së Dodheu, apo kupton, është një dëm banal është ai faraksioni. Edhe shikoni qasjen e zonjës Mihajlis është interesant. Pas ke përdorur një tragjedi për të zgarravitur prap me ChatGPT. Për parim Rama, ti narkotikun si e merr, me kontrat një burimore apo me ofertë me çmim më të lirë nga 3 ofertat. Dhe tani çështja është këtu. Fakti se kanë humb 2 njerëz jetën në autostradën e vendit tonë, çka ka lidhje ai me çështjen se si jeton përparim Rama në jetën e tij personale? A më kupton, se tash nëse nesër për shembull ndodh një tragjedi e tillë, edhe unë e çoj zonin si Kron Sadiku, atëherë pritet që një sulm të tillë ta marrë dhënë, ndërkohë që do dojë zonja Mihajli që të merrte përgjegjësi për humbjen e jetës së 2 grave nga Shqipëria, të cilët për një gjë banale sot nuk jetojnë. Vetëm një çështje shkurt. Përveç që ka ndasht me e denigru politikisht figurën e zotit Rama, kjo është edhe tërheqje vëmendjes për pasoja që ka shkaktu pikrisht mos puna e kësaj vëmendje, por rina aty, pra, sepse nuk besoj që zonja Mihajli ka aftësi për me kriju një opinion gjallë të gjerë në opinionin publik shqiptar. Mos bina preçi ty në probleme. Këto problemi kryesor është më i madh është problem, nuk dua të merrem me deklaratat e këtyne, po besoj që më i madh është kur humbin dëmi, kur humbin 2 gra jetën, se sa çfarë bën një person në një pozitë të caktuar me jetën e tij personale. Ka ndodhur 3 viktima, ato 2 gratë janë më herët, tash ka ndodhur viktima para një javë, javën e kur ndodhe, domethënë vitin do sikur. Dhe është çudi, masi që ndodhi, qohen edhe na tregojnë që pastaj ndon 4 milion euro për me heq atë dhej. Qysh është e mundur, ose qysh kanë moral ta njerëz, masi bat edhe viktima e tretë ose 4 dhe bat një presion publik, qonë e thojnë na i limin da. Nëse është dasht me pas një kontrat burimore, se kontratat burimore me aq unë sa e di, jepen për raste emergjente. Nëse u dasht me pas për këtë rrugë, për me jek ata dhej që është bashkë vazhdimisht problem permanent që duhet mu jek sepse po shkakton probleme. Është autostradë, dikush nuk i bjen vazhdimisht asaj rrugë për me ditë çfarë është, çka ka, si çka s'ka dhe mu ndodh ajo çfarë ka ndodhur për shkak të shpejtësisë
edhe ndodhin viktima. Dhe tash qonë, vend që me Dim Albasha, me dalë me dhonë doreqe, mi është prejnë kushlima aty në viktimave, del edhe merën me përparim Ramën, sepse përparim Ramën, nëse... Por viktimat nuk ishin çështje shpejtësisë, ishin çështje e baltës që ka rrjedhur në autostradë, nuk kanë qenë çështje shpejtësisë, kanë qenë çështje ku janë viktimat të qeverisë së Kosovës, Ministrisë së Infrastrukturës, jo të shpejtësisë. Problemi është te dhejo që ka qenë aty, se në autostradë kërkushtë, unë nuk vozitin në autostradë 40 në orë. Dhe nuk mu i me ditë qarë qanë preta, po më kuptan dikush se nuk e qarkullon gjithmonë atë rrugë. To është problemi tek këta njerëz që se kanë pastru autostradën, që sa herë ju thuhet që ajo autostradë... Pra Rama është preteksti për të largruar vëmendjen nga problemi të cilën e kanë aktualisht. Qëre, a falë për disë. Ta është vështakë përpundoj. Ta është dalin të Rama. Rama është njërin nga politikanët që 5 pare si ka dhonë kush është Albin Kurti. Dhe më thonë, për deri sa këta tjerë të ruhen, qa me thonë, tek me thonë, apo thujnë Amira, apo thujnë Roma 5 pare si ka dhonë, asë qa po menon Albin Kurti, asë qa po menon Lumiri, asë qa po menon Vjosa, asë qa po menon kërkush, Roma e ka bo opozitën dhe edhe i ka bo veprimet bashkë që ka morë mendja vetë. Ka reagu edhe atër kur LDK-ja s'ju ka një zoni. Azreni e përmeni tha nuk ka reagu LDK-ja për me mbrojt për parim Ramën. Fakt, por LDK-ja ndëse ju kujtojt me komunikat për media ka dalë kur për parim Rama ka bo koalicion me PDK në Prishtinë. Dhe më thonë, kryesia qendrore, LDK s'ka dalë, ka thonë, unë nuk kom dorë. Atër bibje që s'pe kontrolloj ka. Mirë, për pas ta saj kemi parë një rështim bashkë me për parim Rama, Libera Bizikon në fushat, që që me gjitha të zyrtare nuk ka gjëna të se s'ka për në brenda. Ka mundësi që politikisht parti tjera e shfrytëzojnë një incident në autostradë, aksident këtë rast falni, por me bo politik, edhe pse do në zemën o përgjithësi e shtetit me mirë mbajtë rrugën, që tha kroni ata kanë vdek për shkak se ka pas dhej aty, se kanë punë shpejtësi. Jo, s'u kanë. Por, këtë standard, ku gjykon politikat e shtetit, kurse mirë mbajnë rrugën, e vdesin njerëz, e ka vendos Albin Kurti. Mirë, edhe për pjesën se si kanë vdekur, nuk kemi një ekspertizë zyrtare për ta ditur të mos konstatoj me gjitha të mbajmë një farë korrekcie. Po, jo, kam për obligim vetëm këtu shpejt, vazhdo ti. Nuk thashtë këta e kanë mbrasë të fajtorë. Ka dhejnë ato srate, shojnë prizrenç dhe javë. Por këtë standard, pa ekspertizë, pa etimet të vdekjeve në ato sratë, e ka vendos Albin Kurti. Nëse mund të djelza, se kusin Albin Kurtit. E kemi, djelza. Pra, për dhe sa do dojtë kërkonim përgjithësi institucionale për atët që ka ndodhur kjo reagimi. Një foton... Pa tjetër. Që një kush e ka vendosë. Politikat e dështura, në administrimin e trafikut rrugor dhe kultura e përgjithësisë, e cila merë modelin e keq nga disa njerëz të pushtetshëm, ka sjellë situatën ku shumë jetë po merren prej aksidenteve rrugore. Ky s'ka pas ekspertizë. Po kush i bën politikat ato zotëri Shala? Ky po thot politikat e dështume. Mirë, kush i bën këto politikat e dështume? Jo, ky kanë atë opozitar, që ja datën. Atëherë ky s'ka prit ekspertizë. Edhe atëherë kërkues ka dalë në pyetje Albin Kurtin, çfarë narkotiku po merr? Pra, ape kuptoni me çfarë forcë politike kemi të bëjmë. Me çfarë një poshtër këtë mbështeti. Nuk durojnë kritik njëri. Kur jemi tek ajo a durojnë kritik apo jo, më thuaj se vetëm pas pak do të kemi në real time, në kohë reale, sa komente ka mbledhur postimi për parim Ramës e sa lajka apo kuta diun, sherza, dhe pse Dejona mund të lëviz vetëm pak regjia. Pra këto janë postimet real time në tashmë, këto janë gjendje aktuale lajkave dhe shpërndarjeve. Dejona Mihajli mbyll komentet, Azrem. Pse mbyll komentet, ndërkohë që ka 479 lajka dhe për vetëvendosi kjo pak është. Mbyll komentet se nuk tonë. Ndërkohë për parim Rama nuk i ka mbyllur komentet, ka diku 1000 e sa komente, 12.000, pothuajse 13.000 likes dhe 165 shares. Sepse këta nuk dojnë kritik. Pra, Dejona Mihajli mbyll komentet se zot të shohet, po thotë. Kritik, po nuk dojnë, këta janë sekt, këta janë grup religios, ekstremist, këta janë terrorista. Po pse? Pse? Sepse s'ka çfarë të fshih. Dejona Mihajli, pse nuk ka pasur pozitë qeveritare? Isaj e kritikon Albin Kurtin. Dhe vëllezot këtë avangarda e tij me të linçue. Se këta mendojnë që Albin Kurti është i pa gabueshëm, i pa prekshëm edhe i pa cënueshëm. Pra, thua se ka përkrahur as njerëzit e vetëvendosis të gjuhë të Dejona Mihajlit? Nuk ka punë lajki. Ai ka marrë boll, shumë ka marrë. Çështja janë që kjo do na derivoj më shumë. Nuk ka ky statusi problematik i Dejonës. Është një sot që e ka bën. Bashkë me atë tjetrin me Dim Albashën, ku thojnë ti ki mu kalë burg ku ta rregullojmë prokurorinë e gjykatën.
Pra këta, a për kuptoni, po dejnë me kap gjyqësorin, me shantazhu e mendimin A ka ndryshe. reagu edhe Dima Elbasha? Po, Çfarë përgjithësi ka për momentin zotri Basha? Ministër i infrastrukturës. Oh, Po, ajme këtu marrë ma punë. Jam falë veç pak, ja. A ka mundësi ta gjenë edhe reagimin e ministrit të Po, ma ja u qoj që do një Dhe fare në fund s'do shkruar status apo do shkruash letra. A për kuptoni, aj e paramendon, e profetizon një vendim gjykate, eventual që përparimi në Burg. Pra, a për kuptoni, këta po dojnë me kap prokurorin, organin e akuzës, po dojnë me përndjek, me linque, me fiksuë gjithë zonë që menon ndryshe pytyne, me përparimin ka shumë probleme, përparimi e ka lom Prishtinën, po qëtë betejë politike, nuk mundesh ti, si minister, ose si koordinatorat e ku është, A lexojmë reagimin? po, me paramenduar një vendim gjykate çfarë i shkon për preparim Ramën. Pra nëse këta e kapin gjyqësorin, kimi e shku në Burg, jo pse ki faj, po pse e kundërshton Albin Kurtin. E kjo të merë. Dhe do doja ta lexoja. Jo, problemi tjetër. Do doja ta lexoja ministrin e infrastrukturës, i cili mbase do doj të këshirte se kush është përgjegjës për mbikëqyrjen e asaj pune dhe jo gjëra tjera, por ai gjen kohë të mirë me përparim Ramën që nuk ka të bëjë me këtë probleme që po flasim është kryetari i Prishtinës. Ose është vegël. Përparim Rama, mu më ka bën ministër Albin Kurti e ty kryetar pazaret e natës me PDK-n. Ameno. Kjo është rënë në rresht parë. Ti shërben atyre unë qytetarëve. Pse mashtron Lumirin e i apërjashton drejtorat nes lejoj me Luçi Brita, këtë gjuhë normal që nuk e pres prej një ministrit, prandaj edhe çudit në ato Edhe për nana, edhe pak si me do reforma në drejtësi, ti nuk shkruan statusa në Facebook, por letra në Burg. Një status në Facebook nuk mund të jetë më ofendues se humbja e 3 jetëve o zotri ministër. Jo, ky po do me thonë. O ky po do me thonë kur çdo heq. Jo, vendimi rreshti fundeve problem. Vendimi i gjykatës, nëse eventualisht përparim Rama, hetohet, gjykohet, është Burg për to. Pra veç pse je kundër Albin Kurtit. Jo, që e duhet në gjamë, se ministri duhet kërkoj reforma, nuk është gabim, por kanë qenë 6 vjetë dhe mund të rëmëja që shkanë kërkuar. Be din që kameran Burg ky? Po mirë dhe ajo... Kishe din. Gjithë kush, jo kundër meje, kur e kapi gjykata shkon në Burg. Mirë, le të kërkoj reforma ministri, se nuk ka që të keqen nga reformat. E më pas janë gjykatat që marrin vendimin, por të reformat në drejtësi dhe ku do të qopë mund t'i kemë bërë, Anita, që kanë qenë 6 vjetë. E shërbime të jona Mihajlita. A do të me kërku reforma, a përgjithësi, se shteti i Kosovës i ka ligjet funksionale për që të punë. Nuk ka nevoj për reforma ligjore për me zhjithë që problem. Zoti Kurti e ka të regu në fushat. E ka të regu në fushat që është dënë me bo reforma në drejtësi. Do të drejtojmë drejtësin, do të thëtë që drejtësia nuk është e drejtume, dita, është shtrembërumre për mes institucioneve që ai vazhdimisht i delegitiman. E ka thënë qartë, nuk ka kur gjëtë keqe që prokuroria tjetë e qeveris. Do të thëtë kjo është kapje e shtetit, e drejtësis, dhe më pas ti mundësh me bo që ka dush me atë institucion. Këndush me hetu, edhe këndush me qunë bërë. Problemi është që këto reforma nuk i kanë bo as atëherë, e s'kanë me bo asash. Kjo është një lloj fushate të cilën e kanë përdorur edhe në mandatin e kaluar. Para se me fitu zgjedhjet, të njëjtën gjë e kanë bërë për subjekte tjera qeverisë aso kohe, që kanë thënë që këta do të përfundojnë Burg. Kush ka përfunduar Burg? Kush nga ish qeveritarët që ka udhëheq me vendin ka përfunduar Burg? Se na nuk e dim asnjë dosje të akuzave që ka bërë vetëvendosja, i cili ka përfundu me dëshmi në Burg. Dhe duke ditur që sot janë në zyrat ku kanë qenë këta të tjerë, do të mund të gjendin një dokument, janë vetëm konsum publik. Ma kujtove një deklarat për thëjtë kena me botë Dubravën 2 kat. Me mishtu katët në Dubravë. Po së ndove. Këto deklarata janë vetëm për konsum publik, janë jepën në publik në formë si kur vetëvendosja është opozit, dhe pret me marë qeverisjen dhe se ka pas ma herët qeverisjen, dhe është një sulm direkt ndaj kryetarit Rama. Në fakt, ka pasur edhe një dezinformat për një deklarat të Dejona Mihajli, doli se nuk është të vërteta, ajo për gazin Amerikan, do nëse natyrisht të provokua një debat politik lidhur me këtë, mbase mund tjetë e acaruar gjithë situata për faktin edhe të kësaj, se nuk e di kush ka reagu kush jo, por për njerëzit që rashojnë YouTube, vetëm pas pak, do të hapim një pyetje, një sondazh, një anket për ju, në atë se a duhet Kurti të distancohet nga gjuha apo akuzat e Dejona Mihajlit ndaj përparim Ramës. Po se jo janë alternativat për të përgjigjur, edhe statusin e fundit sot që ka bo Dejona, nëse mundët, nëse ka gati. E kam parë, por uroj ta ke cenzuruar. Ta kesh cenzuruar. Apo? Jo, ajo është që ka shuaj originali. A ka nevoj për ndërhyrje apo jo? Mirë, s'ka fyrje, okej, nuk ka fyrje. Nëse mundët djelë da me që në ekranin, se e ka gati, kur do që e ka. Pyetja është,
me çfarë funksioni? Cili janë funksioni i Dejon Mihajlit në Kosovë që gjykon politikan, që gjykon situata? Çfarë funksioni ka Çfarë ajo? pozite ka? Ajo veç antare vetëndosjes. Ka funksion vetëndosje. Po këta e kanë që të problemin, se koncepti të një parti i shtetë. Koncept tipik autoritar. Me të datë Azra nëse su pengon antarëve të partisë, prezenca dhe roli dhe fuqia dhe una Mihajlit, se duhet pengoj ty. Jo, në mëna me Dimali, somi, qyrne, statusin e fundit, vot, e paske shkruar pa ChatGPT, o për Pamiu, kjo ofendime para, o kryetari kryqitetit, që ta mbajnë enda në këmbë rrenit e krimit, apo Sami Lustakëve me horatjerë. Kush është kjo, vlla? Pre ka kjo? Qka i patëm bërë Shqipnis, me na prunë këtu këtë relikt të Enver Hoxhës këtu, edhe me na kallëzuar neve në shqit moral. Kjo me gjyku komandantat, edhe me gjykue politikan tonë, që me të mire me të keq, i ka zgjat ky popull. Çfarë funksioni ka kjo? Mirë. Me gjitha të thellë, po të kthejmë në origjinën e... Pastaj, do të lëshoj si limon të shtrydhur. Kjo këtë fëni mare, Apo Sami Lustakëve me horra të tjerë? limon, kush është kjo? Pse kjo gjumë kjo? A ka kush më me këtë njeri? Farë kompetence ka? Qka i kemi pas bërë që Albin Kurtit me na prunë këtë relikt të Enver Hoxhës? Kjo veç në gjeni të allon për Enver Hoxhës. Në të rëmuë si aj. Ketë këta grupi Shqipënisë, me Elvis Hoxh, me Isa Medin, me tonë, këta janë mbetje e komunizmit. Kanë komunistat, kanë të rrezikshëm. Përkundër që po flasim për zonjën Mihajli, na duhet me pas parasysh. Nga voqe qeveri tjera që se kanë shpallë në ngrata me ko. Mos milion, hiç në Kosovë me i. Mirë. Përkundër Ka qenë disa prej antarët kaluara. Përkundër që jemi të folë për zonjën Dejona Mihajli, na indirekt unë menoj që këto deklarime ose kjo mbështetja për të vjen edhe nga Zoti Kurti, se nuk ka mundësi përkundër pushtetit që ka brenda, pushteti i Zotit Kurti është më i lartë, kështu që nëse nuk do të kishte aprovim të kreu të kësaj partie, nuk të besoj që do të kishte një publikim të tillë edhe nga zonja Mihajli. Pa marrë parasysh pavarësimin brenda këtij subjekti politik. Pra, këto duhet ta shohim edhe si gjuhë të Zotit Kurti, jo vetëm si gjuhë të zonjës Mihajli. Po, nëse nuk distancohet i bia ashtu. Kjo që po thot Anita, sepse ne kemi pa për shembull që kjo për shkak të ndikimit të madh që ka dhe mbështetjes së madhe që ka nga Albin Kurti, kjo ja shkruan edhe fjalimet e deputetëve. Ne kemi pa për shembull filan deputetës kur është zënë nga një gazetar telefoni i saj kur kjo ja shkruan fjalimin dhe ja ka dhënë orën kur mu publiku një gjuhë që ka qenë e saj jashtë ndaj Sami Lustakut. Kjo ka ndikim dhe qatë do që fol kjo, fol Albin Kurti. Çështja e shkruarjes së fjalimeve nuk është problem tek e fundit se në një parti gjithmonë dikush e shumë fjalimet. Ama ku e merrte të drejtën me çujt një kryetar komune për Pamiu, Sami Lustakëve me horra, dostave me krye prokuror, maskotave si ty, që to jënë pak të çuditshme. Edhe ato që ati kime postu në Facebook dhe kujt kime ju drejtu. Nashta aty në tjerve ku mësu mu jo. Atyre që jënë në parlament, ne kemi pa jënë dalë fotot. Me dëshmin që po thot zonja Malishe, ka të regu që ti as mendimin tënë nuk mund është me shprej pa aprovimin e zonjës Mihajli brenda. As në Facebookun tënd personal, ti nuk mund është me japë mendim pa ta aprovu Dejona. Pra grupa e vetëvendosjes. Se jo pse lexoni fjalim të strukturu mirë në kuvend, nuk është problem. Pse mbylli komentet nëse dëshiron që me që ka tash situatën në burë vetë? Nëse e sheh mbështetjen që ka marrë kryetari Rama, të regon që ai po përfiton një mbështetje të njerëzve që duan këtë lloj opozite. Të regon shumë. Dhe momentin kër e ki një mbështetje të tillë nga njerëzit që dojnë këtë lloj opozite, automatikisht zonja Dejona e mbyll komentet, sepse do të ketë të njëjtat që ja u kanë servir të tjerëve. Dhe kur jemi të komentet, për shkak që natyrisht duhet ndërhyrë për fakti që fillimisht t'u ruajmë privatësi njerëzve që kanë shkruar Facebook, ndonse ky status është publik dhe faqja e kryetarit Prishtinës është publik, por megjithatë po i lexoj disa prej komenteve dhe është për tu çuditur që në fakt
Në këtë botë, kur më spaku shë komente pozitive, në ullin e përparim Ramës ishe, që ditresht, po shot disa prej tyre, dikush thot shahmat, dikush tjetër i thot kryetar të lumt, dikush tjetër i thot përparim Rama me kuror, përse nuk kërkoni përgjegjësi prej AKI-s, e cila në kone Isa Mustafës dha mendime negative dhe Deona Mihajli të përzu nga Kosova, kurse më ardhin Albin Kurti të kthy dhe morë shqetësinë e Kosovës, dikush duhet përgjigjet. Thot dikush më pas të lumt kryeministri Ashëm, i thonë përparim Ramës, respekt kryetar, nalo kryetar se i bune me folvet me veti, do të ka shumë komente që për që di, në thashë edhe njëherë në këtë botë që zgjegë. Jo, po të regonë si kemi nevoj për një loj opozitë që bënë në përparime. Ka shumë rëndësi që shë bënë ti si kryetari komunës që shë bënë kritikën. Se brenda postimit të Zotit Rama kemi një kritik të mirëfelt, një shqetësim të një opozite, të një zëri opozitar në një farforme. Shumë e thjeshtë, në kuadrë të këtij postimi, sigurisht që komentet mund me qenë pozitive, sepse as nuk e ka denigru në një figurë të një subjekti tjetër, as nuk e ka... Por me gjithata Anita, lufta e cili do lider politik, e shohem se çfarë çmimi po paguan Ramush Haradinaj, teksa po flet dhe në distancë dhe ka sulme kundër sulme me vendosje. Haradinaj ka sulme kryesisht për vendosjes, na kemi folur për gjuhën e mbështetësve të vendosjes. As do duhet ta kishte edhe përparim Rama sulme nga mbështetësit e vendosjes, kjo po më çudit në fakt, diçka. Jo, sepse e thash në fillim, njerëzit po dojnë këtë lloj opozite, këtë zë kritik ndaj kësaj këtë qeverisje. Dhe jo në modelin e vetëvendosjes. Po dorën zamër që to dy modele shumë mirë që ceke dallojnë diametralisht njëna me tjetrën. Pra, nëse ti i pyet kush je, çka bën, edhe më e rëndësishmja, kush je ti që flet dhe vendos për popullin e Kosovës. Kjo besoj është shumë legjitime me ditë. Madje e ka edhe prej me këtë pyetje me ditë sa kush është, po dhe pse jo, sikur përparim Rama. E ka dhënë përgjigjen zonë Mihajli, me emër dhe mbiemër, thot jam kjo që jam, ndërkohë që për të mbetur vetëm edhe pak kohë, ndërkohë polli vazhdon mbetet i hapur për ju në YouTube, nëse Kurti duhet distancohet nga gjuha e Deona Mihajlit karshi përparim Ramës, po ose jo, alternativat për të përgjigjur, pse në fakt e kanë shënjesër përparim Ramën. Kemi parë edhe për para këtyre zgjedhjeve, mos votime, mos miratimin e ligjet për kryeqytetin, si ka dalë vetëvendosja këto zgjedhje në Prishtinë dhe mos mund të jetë këtu probleme. Po pse me pasaj shënjesër për shembull Abdi Gjikun e Sebetrin Hamzan? Ku pirrin, Rama nuk është kryetari partish. Po veç pirrin gati që po don. E ky jo. Po nuk është Rama kryetari partijës. Kryetari i Prishtinës o Rama, edhe e ka mundur vendosjen 2 herë rresht. Edhe për këtë kjo Albin Kurti është e papranueshme. Kam provuar në këta format me mund, s'kan arrit qëllimin. Ndërkohë, kryetarët e opozitës, PDK-s e LDK-s, i rrin gati, i rrin gaditën. Çfarë bëjmë Brazra? Si rrin gati? Si rrin gaditën? Fakti që ata i shkojnë takime, edhe janë gati për bashkëpunim. Ndërkohë kryetari i Prishtinës, i njënës me partive, po kërcënohet me burg, këto kësi marifeti veç e këta opozitarëshe. Unë s'kum pa ala kësi marifeti. E këta veç e shë. E këj me bonë vetë vetejën. Si shdash me po përparimi. Këj ka bolë punë Prishtinë. Për një me ka me bërlok Prishtinën. Ka për qeverisë Prishtinë. Po i ka me të shkretit. Kush me bonë? Cili? Pra, obligohet këtë rast me marë edhe një funksion që nuk është hiqiti me shtymë për para një agendë nacionale për LDK-n. Dhe pikërisht që të dashta më nalë, na e dim që nga e kaluara, sidomos nga e kaluara LDK-s, kryetari komunës së Prishtinës është bërë edhe kryetari subjektit dhe pastaj si rendi Isa Mustafës që është bërë edhe kryeministri i Kosovës. A ka mundësi që këtë linjë pra e ka marë për Parem Ramaj në vizionin e tij politik, duke marë parasysh se kjo nuk po pret një mbështetje nga partia për ta bërë luftën e tij, pra nga njëherë duket se kjo lufta me vetëvendosjen është lufta e Ramës dhe jo e LDK-s. Për çfarë arsye LDK-ja po hesht, Rama po lufton? Nga këndvështrimi im nuk do të ishte keq, po të pas parasysh... Nuk po thëma do të ishte keq, po është kjo vizioni i tij duke marrë parasysh lëvizjet e tij politike? E kam pyetur për të, ka thënë për momentin jam kryetar Prishtinë, por që natyrisht Po, normalisht që nuk mundet me kallëzu gjithçka për pjesën e tij politike. Po, atë nuk mund ta dim, po ideja është që kjo lloj opozite që zoti përparim Rama i bën, deri më sot kjo opozit ka stagnu për me këtë lloj opozite. Kështu që mendoj që vendit i duhet. Po, opozitën që i duhet opozitës. I duhet vendit një opozite e tillë, një përballje e tillë, kush do qofshin ata, qoftë vetëvendosja, qoftë kush do tjetër në mënyrë që të bëjnë një kritik të mirëfillt që shka bu këto vite, të dalë qartë
pas frikën se a do të ulem ndonjëherë me zotin Kurti, sepse këto kalkulimet para prake subjektet opozitare i kanë lënë pak mbrapa. Po, fiks. Të ulon rezerva Ne, si jo krejt, Ramush Haradinaj ka qenë i qartë. do të uleme sepse nuk ka qenë as i ftuar. Edhe kjo e ka bërë ma të qartë qëndrimin e tij, edhe ma letë. Ndërsa të tjerët kanë çdo herë kanë pas rezerva në deklarimet e tyre për shkak se edhe deklarativisht e kanë thënë që ne ka mundësi që prap do të ulemi, prap do të diskutojmë dhe prap do të vendosim së bashku. Por Anita, s'kur do donte Ramush Haradinaj të ishte e ftuar do ta ndryshonte gjuhën, edhe se ka bërë këtë. Nëse ty nuk të kursen, kjo qeverisje nuk të kursen ty vazhdimisht me akuza, me denigrim, kush je ti që po e ruan? Pse po e ruan ti këtë lloj qeverisje? Sepse po e ruan opozita? Absolutisht, gjatë këtyre viteve të fundit ne kemi fol këtë pjesë, se opozita ka hezitu me e bo një kritik të mirëfelt. Nuk ka bo interpelanca, nuk e ka ngrit. Në rastin e djeshëm dhe kësaj akuzet që e boni zonja Diona Mihali, do duaj lideri i partive, si cilës parti opozitare, me dal edhe me dënu gjuhën e tillë ndaj një kryetarit Prishtinës, i cili e ka një mbështetje pas vetës dhe do të thotë që po e fokuson sulmin jo vetëm te kryetari Rama, por edhe te votuesit e tij. Kështu që nuk kemi, do të duhej të kishte vazhdimisht dhe për këtë lloj kritike na kemi fol, që kemi thonë opozita duhet me luajt rolin e vet. Duhet me bëj çdo lloj stagnimi ose çdo lloj problemi që krijon kjo qeveri, opozita ka këtë detyrë. Ta atakoj, ta sulmoj dhe ta përmirësoj. Pas ka para pak minutash, pas ka reaguar prap Dimal Basha, dhe në statuse mund të bësh. Po, pa tjetër zonja Malisi. Se më mirë do t'ishte që të tre tulishin në një debat televiziv, se sa kështu me statuse, lezo njërin, lezo tjetrin. Tja, Tiran pyetjen e bane shumë të drejtë, sepse jo rastësisht, për shembull është kjo gjuhë karshi për parim Rame. Edhe ai ka po luftën vetë. Edhe ai e ka po luftën vetë dhe unë thashë të marrë si pas pare s'ka do për kërkan. Por, mas dështimit që edhe në këto zgjedhje, të Lumir Abdigjiku tune, për shembull kam pa në Facebook simpatizant të LDK-s që kanë nisë me ngrit të zona, me thonë, na duhet përparim Rama për kryetar të LDK-s. Po mbështet edhe të subjekteve tjera që mbështet. Me gjenë, po plasë për tjera, po se po, mirë po, ato e voton, dhe më thonë, votohet nga antarë të LDK-s dhe kjo është shumë e rëndësishme çfarë ata menojnë për mrena partisë vetë. Pra, ka filluar kjo thirrja që duhet një kryetar i ri. Dhe të pas parasysh, dhe më thonë, qëndrimet e përparim Ramës që është ka të regu leadership që kur është bo, atër vetë vendosja i ka adresu sulme. Dhe më thonë, tu mënu me demonizu, a faktikisht veç janë ka e përcojnë përparim Ramës. Çështja e kryesisë e LDK-s, pse ata nuk po e luftojnë betejën e përparim Ramës? Që kjo është çështja. Sepse ata po Rama po luftoni vetëm në këtë të paktën sa i përket momentit, zotri Shala, edhe zonja Malisi. Sepse apo do. Po. Edhe Rama, edhe kryesia e LDK-s ose udhëheqësia lart kanë ambicie politike. Po ko dallimi? Ky për realizon vetë, ata përmes Albin Kurtit. Prandaj si që të folë. Prandaj hesh. Pra, vizioni i Ramës është pa Albin Kurtin për dallim prej kryesisë. Vizion vetë betejën mëre. Nini e mundi njerin. Doli i pari në Prishtinë mas 2 metra. Pra, pandimën e partisë po thuate? Po, këshyre nuk e di, nuk e di që ka mas mrenda. Amo ky po e mund Albin Kurtin vetë. Partia ka në fokusuar në këtë komunat. Ky ka po betejë direkt me vendosën e ka mund. Dhe ka këta ambicet që i kanë. Po dojmë i realizu për mes Diona Mihajlit, grani, suksese edhe urime. Që mi thonë? Regullo. Pa, po e rrisin që shtë përparim Rome, realisht. Po që mbështetjen, shife? Fiks, një pikë, një komente. Më thonë, veç po e forcojnë përparim Romen. Se, që shta Anita, na kemi nevoj për dikon që të regon leadership, që bën opozit. Do më thonë se jena lodh të ja bo amen. Do më thonë me ka një deklarat lodh Facebook, dhe kur që s'kemi papi partive opozitare, deri më tani. Dë vetëmin e shumë, na këto që del. Aja ka bloku budgetin e kryeqytetit, ka dal, ka protestu për... Qiti pare, ka qenë kështu. Ka dal, ka protestu, dhe më thonë, nuk është lot kjo asë që apo thot partia, asë që apo thojnë të tjerët. Dhe është fakt që edhe si vend kemi nevoj për një leadership si përparim Rama. Edhe Jona Shqeceko marrët, shikoj shifrat e mbështetjes pra që marrët. Që thashtë që, as 500 si ka kërë, ka rritë. Ajo, të pjesa komenteve, po më bën shumë përshtypje, sepse duhe mbyllur komentet e Diona Mihajlit. Ska dasht me pranun, dështë ana i koment që pëlqen atyne. Por, me që të është zhjeti saj. Ti veç dilë, thuj që tash. Kroni është 1 centimetër ma i gatë se Albini këta të shaj.
As që kaq nuk dojnë Ama kritik. pse s'po e shojnë për parim Ramën? Mërë këto peshaj, për këti vonë s'pi bonë. Jo, në komentet e ke lezu mide, krejtësie jo, për pek. jo këtë rast. Base prej këtyre 12.000-ve sot nuk e di, po mbra me një 5.000 komentet që ishin. Unë 80% ishin Për korejse e kom shpyrë disa. Edhe në tonë këtë ofendim, ky s'po kompleksohet, ky se ka kompleks atë mund, ky s'pi Këta e kanë, këta nuk dojnë kritik. Për ta mbyllur pjesën e kësaj teme për të kaluar për atë që Kurti thot për presidentin, Kurti jo po. E ka dhe zonja Ganimete Mështiu një komend, aty thot e lus deputetin Mulla Osmani me ashtu një Ajmali dhe Jona Mihajlit, se duket që Sami Lushtaku i ka hynë kry atë shumë sa po e she. Jo, veçtash kjo deklaratë është me u marë pjesërisht vetëm e pjesën e Sami Lushtakut. Po, pse s'reagon për parim me Ramën? qenje deklaratës e në reagimi Po tjilë, pse jo, kjo vetëm është e për prek. PDK-s, Jo, pra. Jo, më fal veç pa. Kjo nuk ja bën PR-in LDK-s, kjo merret me PDK-n. Normalisht që kjo merret me Sami Lushtakun. Pa emra, ju se nisër prapi i godet edhe Po zonja Shabon, nëse ti do të eshe në vendin e Ganimetit, absolutisht do ta kisha dënuar deklarata që ndihmojnë një subjekti Jo, pse oponent. duhet me ndihmu, deklaratat të cilat e dënojnë komplet gjuhën, jo me undjet një resh. Rama nesër është Po pa tjetër, do t'jenë ata, opozita nuk bëhet veç të mbrojt vetëm, po edhe të mbrojt deklaratat ndaj të tjerve. To që vja lyp një Ganimetos, para se me ja lyp kësaj, o mirë me ja lyp Jona Lushakut, o mirë me ja lyp Daur Sakicos, është mirë me ja lyp këtë aty në grave në LDK, që heshtin, gojën se qelin. E tana mundë me lyp e Ganimetos. Kam problem edhe me mënyrën e të shkruarit në këtë formë. Kjo duket... Kjo ka ironizu, Absolutisht. Kjo është ironi. Është mjaftueshëm serioze të e pas parasysh që shka njës diskutime. Edhe kanë drejt, ma zëtrit me hane, kanë drejt me ironizu edhe PDK-ja. Diskutimi ka njës për jetë të humbura në autostradat tona dhe na përfundojmë të një pjesës e komentit e cila akuzon Sami Lushtakun. Nuk ka të bëj, nuk është thelbi të Sami Lushtakun, sepse ato thirrët të koalicionit që e kanë me komunën e Prishtinës. Ideja është që shojnë ujë në të paktën të thua është kjo gjuhë nuk vlen ndaj asnjë subjekti tjetër politik, sepse PDK-ja ka koalicion në komunën e Prishtinës. Nuk do të thotë që duhet me patjetër ta mbroj, po nuk mundesh me shkput një pjesës të komentit dhe mos të mirësh fare me pjesën tjetër e cila është nuk do t'i dalë në mbrojtje për parim Ramës. Unë nuk besoj që ka që nuk do t'i dalë në mbrojtje. Ajo ma shumë ka ironizu edhe me vetë partin se a ka diçka që kjo vetë vendosje thot edhe nuk e përmena me Sami Lushtaku. Ta bëni për një mekanism në për ëndra me më ju diktu. Por derisa ti merresh me postimet e Dejona Mihalit, merru në tërësi. Jo vetëm. Po nuk do thotë që nuk merret jo me mas një postimi tjetër. Ta me shumë gjas. Unë një Ganimetën e asprezoj këtë postim ja nxorëm në panë. Me se cili postim të Ganimetë Mështiu të asë tjetër, se s'kemi kohë. Qa ka pas lidhë Sami Lushtaku më përmen për... Edhe na incident me ndohë tash në kampionat botëror të futbollit, hajde ka Sami Lushtaku. Diku shkruajnë këta kështu. Jo se Irani është atje, e lën. Jo, hajde lën Sami Lushtaku. Gjës është Irani. Nuk e lanë të qëndrojnë Amerikë. Andaj Ganja ka drejt. Ju ka bën një të shpejt politike. A mund të shohim një ballafaqim për kandidat për kryeministër nga radhët e vetëvendosjes Albin Kurti, nga radhët e LDK-s supozoj për parim Ramën? Në tarmën, që unë nuk e di gatë punë që i shkon të dash muzgez në të partitë si LDK-ja, PDK-ja kryetar, do është mi kalu gëtë do klane, gëtë do klika aty që për mu janë problem, edhe arsuja pëse këta nuk rritën. Por, nëse mu më pyqin si votues, që unë kur një teme votu LDK-në sa kom, por nëse e merë që këj për parim Rama, LDK-në e shërtoj mundësin seriosisht me votuë. Deri atë Rama ka dhe një premtim për tramët elektrik në qershor 2026. Jo, aty e folderant, a i sensvan, në Prishtinë s'punon. Jo, mirë. Po ku ka me punu për parim Rama nëse s'punon Prishtinë? Jo me këtë gjuhë e para, punës Azran se po më të edicion me të rek vretjen, por është e drejtë e qytetarëve të kërkojnë naturisht për premtimet që ka dhënë, dhe e dorë, besoj edhe politikani t'ja rikujtojmë ndë njëherë. Do, po normal, premtimet, qatë punë kemi, me ja rikujtu. Kurti thot se do të përpiqemi për bashkëpunim me opozitën për presidentin, kërkon ndryshim të qasjes nga ta. Shikoja fjallorin, do me thonë. Shikoj, këtu të regonë si nuk e ka seriosisht këtë parë puna. Mënyra se si, thot, do të përpiqemi dhe kërkon ndryshim, kërkon ndryshim të qasjes. Qaj vjen kjo ndryshimi qasjes? Nga opozita nuk kërkon ndryshim, do me thonë, ndryshimi qasjes nga opozita më ju nështru, më ju përshtat këtina qëfar do që thot. Ose qëfar do që propozon kjo? Qështë të pojt bjanë? Unë ndëgjova prononcimin e Zotit Kurtit dhe e tha qarta ze. Besojmë dhe shpresojmë që opozita në kësaj radhe mos jetë blokuse.
Pra, bie na kemi pozicionin njëjtë, zgjedhët. Ne do të vazhdojmë njëjtë, opozita konsiderojmë që duhet me lëshupe. Pak a shumë këtë e tha zotë. A është kjo një Mund ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë më mirë për ta cituar të Mos i saj që shtu po del. A mund ta dëgjojmë? Po del. Që ta shpejtoj procedurën? Si numërimit të gjitha votave. Andaj, le të presim këto ditë, nuk e dia do të ketë ankesa, bëhet certifikimi dhe natyrisht që ne jemi të interesuar që pa humbur kohë të hymë në fazën e ardhshme, që është konstituimi i institucioneve të legjislaturës 11, sa më shpejt, aq më mirë, por natyrisht ju e dini që për çështjen e presidentit, zgjedhjes së presidentit ose presidentes, ne këtë nuk mund ta bëjmë vetëm, për shkak se nevojitën të të veta aty në sallë në forum. E bazë të një gjykimit gjykatës kushtetuese që të thënë drejtën ka pasur shumë interpretime kritike, kredibile, sepse ne dim që gjykata kushtetuese nuk do duhet ta rishkruaj kushtetutën. Apo e dëgjoni? As ta amandamentojë atë, por do duhet vetëm ta interpretojë. Dhe ne kemi pasur shumë shembuj kur kemi pasur një lloj Se ka dhe më shumë, për gjykata kushtetuese nuk duhet ta rishkruaj. Këtu përgatitet edhe për ndonjë veprim me një veprim procedural për shkelje të kushtetutës. Për shkak se ajo... Jo, ta ka pasur interpretime për të kaluarën, po flet. Nëse e tha, i referohet që gjykata kushtetuese nuk mundet me rishkru kushtetutën, tregon që përmes vendimeve jemi përcaktu disa gjëra të cilat nuk i pëlqejnë zotit Kurti. Prandaj e po ta cituar drejt tani, se edhe po dëgjohet keq. Një moment. Por ndodhemi tash në këtë rrethon dhe neve na duhet bashkëpunimi. Ne të përpiqemi për sa më shumë bashkëpunim me opozitën, sa i përket zgjedhjes së presidentit apo presidentës. Nuk kanë munguar ofertat në të kaluarën nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, kreative dhe këtu shpresoj del ajo që duhet ndryshoj. Dhe pozitive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona. Ndaj propozimeve tona. Ndaj propozimeve tona, do të thotë propozimeve të njëjta qasja. Ka heqje dorën nga pozita e presidentit, Çështja është ndrën opozita tash qasjen kur ka vota më shumë ose ka përqindje më të madhe se sa herën e kaluar. Nuk ka fuqi. Po bjen poshtë. Edhe përkundër ofertave që nuk ka ofertë për zotit Kurti. Për shembull, zoti Kurti nuk thotë që ne kemi prapë qeverinë, do ta themelojmë qeverinë se kemi numrat, do të presim një emër nga opozita ose 3 emra nga opozita, nuk e thot këtë. Por zoti Kurti e din që trendi i rënjes së vetëvendosjes është aktual. Janë 200.000 vota më shumë, partia më e madhe u dëmtu më shumë. Edhe çështja është, a ka ky mundësi edhe guxim politik me na shuar në një parë zgjedhje duke marrë parasysh që subjekti i tij është në trendin e rënjes? Aktualisht nuk do këtë as pak serioz në atë çka po thot. Sepse nuk ka nevojë zoti Kurti me prit certifikimin e rezultateve për me fillu zhvillimin e negociatave dhe komunikimin me subjektet opozitare, se ajo është çështje certifikim dhe numrat i dinë të dyja palët. Më shumë duket që po e vë fajin sikurse çdo herë te bllokada opozitës. Deri tash e ka lënë këtë lloj interpretimi. Duhet të shohim se çish do të fillojnë negociatat me partitë opozitare, po me këto deklarata nuk lën shumë për të dëshiruar që ky ka vullnetin për me ecë tutje. Po dhe është problem definitivisht dhe partitë opozitare me i besu, sepse është i pa besueshëm, do më thonë një rënd deklaratat nuk e din ti kur është serios në ato takime, se ne kemi pa. Shkon takim me Lumir Abdigjikun, del Lumiri thot jemi gati tu kry, mas 10 minuta vdel kry thot krejt diçka tjetër, apo din nuk është e lehtë bashkëpunimi me ta. Sepse po shkojmë pra. Por në zemër nuk ishte serioz as me njëri tjetër në opozita. Nuk ishte serioz as me njëri tjetër në opozita. Jo, na po folim raport me tash, ajo është temë tjetër. Ka me pas qeveri, s'kom dilema. Ka me pas qeveri. Ka numra. Edhe që s'kemi me shku në zgjedhje, s'ki dilema. Kum pas dilema atë natë kur kanë dalë rezultati, ose komuninë që shkojmë në zgjedhje. Po të i pa partitë opozitare, jam kam zbërën shpresat. Ta më nuk guxojmë me shku në zgjedhje. Sepse e para... Nuk guxojnë këta me shku në zgjedhje, dolën ma mirë se jam e kaluar. Njerëz kam pritë që AK-ja mos me kalu pragun. Nuk ka rëndësia do në opozita me shku në zgjedhje. Mjafton me dash zoti Kurti edhe shkojnë në zgjedhje. Kurti më i fortë sepse këta i kalojnë financiarisht. Po kushton fushata. Një lodh me shkojt. Jo në financiarisht edhe normali kjo punë. Një prej arsyeve, edhe tash shumë deputet që e kanë pas me ankth këtë një vit e gjys, apo e ruajnë mandatin ajo, ata janë
insistues më të madhe që mu marrë vesh me këta. A për kuptoni? Okej, tash po merr kuptim. Ja ka reduktua ambicën e opozitës më konë veç në kuvend. Por pushtetë më s'ka ambicje. Pra nuk shkojmë në zgjedhje. Përfundimi është që të shkojmë në zgjedhje, kush me kë pra e bën? Duhet ta bëj vendosje me PDK. Gati gjë kërkesë. Duhet ta bëj VV PDK apo VV LDK AK? VV-ja s'më ka ty hiç. Po a kanë me bon, besoj. Ti ke dhënë propozim që të bëhet edhe me listën serbe dhe të kanë kushtuar. Nuk kam, ama le ta shpjegoj pak. Po, lere këtë regjia që pak, ta shpjegoj me atë. Unë e kam një përgjigje për militantin, se janë 100 komente më kanë shah privat, ku kum hin video unë. Po unë me këto nuk mërzita. Para pa bosht që këta më kompleksejnë e zanë e fort. Po, me listën serbe duhet me po qeverinë, opozita dhe pik. Edhe kush akuzon mu që jem e Serbi, kush e koordinuar me Radoqićin? Mimos Akusari, jo unë. Kush e ka... A bënda kry. Kush i ka dhonë pare në KQZ? Me votat ku i ka marrë pare në KQZ lista serbe? Alban Krasniqi sa mi Kurteshi? Jo unë. Kush bashkëpunon me Vukamovicin për energji? Vetvendosja? Jo unë. Kush e voton Simiqin? Vetvendosja? Jo unë. Që ta me të akuzua për pro-serb, për mua nderë edhe e kryni mision të shenjë si me shkojnë qabe. Pra, ti më shumë do preferoje që opozita të bëndë këtë bashkëpunim në tërësh, gjithmonë këtë referenci ke bërë. Qëre tash... Se s'poj sistemet të njëjtë në gjusë dhe gjithë thashet e vullnetit, sa të që ajë natyrisht e sqaruam rrugës këtë, por shqiptarët për e të parë kanë mundësi ta bëjnë edhe presidentin, edhe qeverin, edhe gjithë qeverin pra shqiptare. Ti respektojnë natyrisht kuotat kushtetuese për minoritetet, por që pjesët jetë ta bëjnë gjithë shqiptare. Qëre, lista serbe e ka për shkak të kësaj që më thonë besimit edhe për shkak të ngarkesave nacionaliste anti-shqiptarizmin. Vendosja apo i bën dom sa lista serbe shqiptare në Kosovë, por arsye ideologjike, jo me motive. O ne jemi o jehon, pra po në kryt zona, jo ti. Por arsye ideologjike, këta i bëjnë dom qaq. Edhe unë imi bindë, nëse këshme qeni lista serbe në qeveri, do ministrat saj, përformoj ma mirë se Dimal Basha. Ma mirë se këta që i ka atë që kemë në kuj i vëqësit. Pa, ka të njëtën qasje politike, Dimal Basha dhe ministrat e listë serbe. Kanë të njëtën ideologi, të njëtën mendim, të njëtën qasje për Republikën e Kosovës e suverenitet e saj. Ku dalon vlerësimi i listës serbe për u që kemë për Dimal Bashas? Apo ma gjenë dallim dikush? Ka kërku fali Dimal Basha. Urno? Është të një nga jo. Të kim falja një kosh, se ofendruhe, se së shqit produkti, se se hangrëm na. Por pse u vetua pra Dimal Basha me këtë qasje si lista serbe? Kyjtë opozitën ti. Kur po folë, jonë tana po më thoni pëse po folë. Pra, ma gjeni një dallim. Qysh i trajton Uçeken? Do një kërvala lista serbe. Njet! Edhe po po një dallima? Një qështje tjetër, në cilën as drejnë besoj e kupton ma mirë se qytetarët e Kosovës të cilët. Nuk e njohin base se cili prej ty në shumë mirë kushtetutën e Kosovës. Edhe unë e kom pas mesazhe jonë për një adresim tem në raport me listën serbe, kur kom thonë, e kom bu këtu një pyetje pse është gabim bashkëpunimi me ta. Tash, çështja është kështu. A është më gabim bashkëpunimi me listën serbe, a linçimi i një kategorie kushtetuese në vendin tonë, të cilin e kemi obligim edhe ndërkombëtar? Nevojë me linçu, nuk e linçon, ti prapë e mban aty, por nëse nuk bashkëpunon me listën serbe. A nuk linçohet sot lista serbe nga persona të ndryshëm për një votë çdo ditë, sepse më falni pak, se kjo pe stigmatizon mas pari edhe pe prish atmosferën në mes të grupeve etnike që jetojnë në Kosovë. Unë nuk mujmë prish në një grup etnik për pojina për politikë. Bigjeta, mos ta bëjmë kur reklam për këtë gjë. Ki kategori kushtetuese nuk mundesh me anashkalu. Absolut, nuk është reklam, është kategori. Por se ke obligim me i do. Nuk e dina pse kjo qeverisje nuk ka inicu asnjëherë, asnjë rast, ose asnjë kërkesë informacioni, asnjë AKI, as për politikë. Kjo është çështja po. Sepse po e lën këtë subjekt politik me u përdor në fushat, ose absolutisht, kjo pra është problematika. Ose në KQZ, ose kudo qoftë, në mënyrë që me e shpërfaq patriotizmin përmes listës serbe. Ky është problemi më i madh që vetëvendosja po e bën. Nëse do t'ishte e mundur, shumë ma mirë do t'ishte bashkëpunimi mes partive shqiptare për shkak të direktivave që ky subjekt politik i merr. Dhe i dim, edhe pse proceduralisht, për këtë fola pak ma herët, që kjo qeverisje duhet me e bo. Po, është ndershme që fati për shpalljen terroriste apo jo kushtetuese të listës serbe të lihet në gjyqtarët e PZAP-s nuk është ndershme, sepse ata njerëz nuk janë politik. Ata përcjellin procedura, ai ka përcjellë momenti për me bën një gjë të tillë. A e votuan me ligjin për shtetësi? Me listën serbe?
që hap perspektivë për kolonizim Kosovës me Serbë. Sepse i duhet lista serbe. Qështu Kosovës e ka po pashriqin 20-at edhe këtë sot. Sot lista serbe është forcu për shkak të me qindra herë këtë pjesë. Ideja është që natyrisht shumë njerëz mund t'jenë prekur nga thirrja jote që të bashkëpunojnë me Serbë. Askush se do bashkëpunimi sidomos pas Banjskës. Kosova duhet të respektojë. Mas Banjskës o koordinuemi mas Kusari. Mas Banjskës e kanë zonë 306.000 euro me vot Alban Krasniqit dhe Sami Kurteshit. Mas Banjskës e ka votuar Simiqin. Mas Banjskës e kanë votuar ligjin për shtetësinë. E kush e ka po këto? Vetë vendos, e jo unë. Qa kanë këta? Mu për ngallëzajna? Mbase të bëjmë thirrje që shqiptarët të bashkohen, e të mos shkojnë prapë në zgjedhje, e të zgjidhen një president. Dim Albasha në bashkua. Kremi tek Dim Albasha, dua dhe se paralemrova reagimin e tij të fundit, në fakt nuk ka qenë një postim, ka qenë një deklaratë përpara gazetarëve dhe ka folur sepse edhe këtu në studio të Roqa vretjen për atë që nuk ka një raport zyrtar për aksidentin. Kështu pak a shumë thot edhe Basha, jo pse i referohem këtij që thot Basha, por ashtu është. Pra s'kemi pasur përplasje, se pyesin gazetarët sigurisht për përplasjet me Ramën, ka pasur shpifje prej kryetarit Rama. 2 shpifje radhazi. E para ka qenë se aksidentin ka dashur me anvesh dheut në autostradë, si që dini aty rruga ka qenë e pashtruar, nuk ka ardhur si pasojë e dheut. Prandaj është shpifja parë dhe shpifja dytë e tij, Rama, gjithashtu është diçka që është e papranueshme kur mundohet me politizu me tragjedinë në rrugë, tha ai. Këtu dua t'i bëj një reagim ministrit Basha, i cili thotë duhet me lënë të ndjerën dhe familjen e tij të qetë, me i uru ngushëllime. Dhe dua të komunikoj me kamerën. Mbase mund të jetë përvjedhur, siç ndodh zakonisht, se na përvidhet edhe ne ditë për ditë. Por ministri Basha në këtë rast e thuhet të shprehet ngushëllime, e jo t'i urohet ngushëllime, uratat janë. Oni çfarë analfabeti është. E jo në ditë tragjedie. Analfabeti. Mirë e bën base korrigjim. Është parë, të del thot në emision sigurisht e nashta, a sigurisht e nashta, o analfabet. Sigurisht e nashta nuk kjo është ministër me bën si gabimi trashënik pa falshë. Është natyrisht një gjë e rëndë. Ja, Por ndodha jo, se më ka ndodhur dhe mu personalisht. Zotri Basha qyshar se tënë, mas parë është qesharake, apo më kupton. Sepse kjo thot është shpifje, sepse aksidentin ka dashur me avesh dheut në autostradë, si që dini aty rruga ka qenë e pashtruar, dhe e pastruar në parë si pasoj e dheut. Pi shkafet ka ardha jo, a i din kjo ministër shkashet prej shkafet. Se morë pëse në Palanit, se morën vendim të ashtë që të 4 milion euro me regullu ato, për çka? Po është kundër thënë, se thot mos reago, sepse s'ka dalë raporti i policisë, në anën tjetër deklaron që nuk është pasoj, po konstaton që nuk është pasoj e dheut, po raporti i policisë nuk ka dalë ende. Që ai ka të drejtë me u deklaru. As di, 8 reshta, 18 nga Ama, unë e ti e unë, mujna me gabuna herë, po nas jena as ministra, as jena këshilltar, as e kjep mas vete që na rrim rapa. Se gabime s'bëjnë. Si gabime janë Por politizim vdekjes, këta që kanë ala marrin vota për jasë lidarit. Këta. Që i shtukin provat, i gjojnë provat, djegin institute, në kohën e këtyne ndodhin këto, edhe këta folin ala për politizim vdekjes. Nëse ka një parti që politizon vdekje, lunë me kufoma, i përdësit trofej, emrin e ka vetë vendose edhe pikë punë mëre, Le ta shohim bashkë se si kanë votuar shumë njerëz që na kanë parë në YouTube live, pra krahas ekranin televiziv, ne transmetojmë çdo ditë edhe në YouTube me pyetjen a duhet distancuar Kurti nga gjua Dejona Mihajlit për përparim Ramën. Po, kanë thënë 70% të njerëzve që na shohin live, jo 30% të njerëzve që na kanë. Nuk është rastishme mbështetja që e ka marrë përparim Rama. Shiko, me këtë logjik e njëjta apo shkon. Pa e konfirmoj fitorin e tij 2 herë, normal që s'është rastishme. Jo, tash, i kam fjalën për çdo debatet e fundit. Po, me këtë marim kështu si në rezultat të përgjithshëm atë që thuhet në komentet e përparim Ramës në Facebook dhe këti polli që kemi organizuar ne sot në YouTube, nuk besoj që kanë qenë identik njerëzit e njëjtë, po flet për frymën. Pra, ka shkuar as larg sipas njerëzve që shohin, Dejona Mihajli me këto akuza që nuk i japin të drejtë, mbase nëse kanë me zgjedhje me dy liderëve politikë se bëjnë këtë, por në rastin e gjuhës e kanë bërë. Faleminderit të njëra Fërdita Maliqi, Anita Shabani, faleminderit shumë Azra Shalja. Kthehemi pas pak Kron Sadiko. Mirë, shkëputemi dhe rikthehemi prapë në radhës.